A je tranu? Unë nuk jem tranu, po çka është për shëndet, kur njëri nuk duhet me thonë jo. Po kujtes, në Gërmi kam shumë kujtime të mira, deri para 2 viteve, dikun 3 vitet kalume domethënë, kom vrapu çdo mëngjes në ora 5:55 me grupin e Gërmis. A ti ke qenë aty? Unë kom qenë aty, edhe kom vrapu, maksimumi do thotë vrapimi tem është 24 km që kom vrapu. Do thonë, në futboll vrapon një lojtar 11-12 km në lojë të futbollit, po në këtu kom fillu shumë lehtë, pastaj të e marr kondicionin, se kondicioni është gjë që fitohet, edhe dikon 24 km, do të thonë, e kam maksimumin që kom arrit, edhe për mua është kënaqësi, me të vërtetë se 24 km nuk janë pak. Jo, janë po baja. Gërmia të ofron me të vërtetë një kënaqësi të madhe, një ajër perfekt, një ambient shumë i mirë, edhe në atë mëngjes është gjithçka okay, frest, edhe po besoj që duhet secili me shfrytëzu këtë natyrë që e kemi, pasi kjo natyrë ofron gjithçka, mas pari ofron shëndet, edhe gjitha tjera, pra ta shfrytëzojmë sa më shumë, pasi e kemi këtë mundësi. Më thëshin sa po qosh, të isha në ora 5. Se ke pse, çka po, të isha po dal, po veshna dhe po dal në Gërmi, të isha në 5:55, fillon grupi. Të isha duhet me qenë para 5:55 aty, a je tranu? Unë nuk jem tranu, po çka është për shëndet, kur njëri nuk duhet me thonë jo. Thonë çka është e mirë. Unë pse kom dalë tash Gërmin, nuk është që jam largu jashtë sportit, no tjetër që unë jam trajner futbollit dhe kam shkollën time të futbollit, po tash ja kom sy pak më shumë fitnessit, edhe jam të marr pak me fitness. Po i shoh videot, full energji, plot motivim, me bëmë të pas storyt se di thu. Çka jam të libër është në shpeçëm të nej. Jo, atë qysh unë gjithmonë kom dash sportin pe moshës ala 70 po e pas, jo marr me sport edhe normal që tash po i përkushtona ala përveç shkollës futbollit që jam me fëmijë, unë luaj me veterantë e futbollit, luaj me Kosovën veterantë, edhe plus jam domethënë aktiv edhe me fitness pothuajse çdo ditë, 5 herë në javë është minimumi. Pro kjo më jep kënaqësinë, edhe kënaqësinë e arrij gjithmonë nëpërmjet sportit, e pse më ndoq kur e di që është mirë. Unë po ndina mirë, po ndina më fresh, edhe sigurisht se du me shfrytëzu këtë dhunti, këtë dëshirë që më ka dhënë Zoti.